Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i ri i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Adem Çuçul, betohet përpara kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Pas marrë zyrtarisht të detyrës, ai njoftoi se së bashku me ekipin e tij do të kërkojnë integritet, përgjegjësi dhe transparencë nga të gjitha institucionet, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për prioritetet e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ai theksoi se po përballen me shumë sfida. Vlerësimet e Komisionit Evropian janë ashtu siç janë. Si kryetar, do të përpiqem të përmirësojmë këto vlerësime. Do të duhet shumë punë, paralajmëroi Çuçul. Ai u zgjodh si kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me 82 vota. 2 milion euro janë dhënë nga qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren. Zëvendës kryeministre e transportit, Kaltrina Zekolli, në intervistë televizive nënvizoi rëndësinë e kësaj rruge si në aspektin ekonomik ashtu edhe në turizëm. Për këtë projekt 2 milion euro janë ndarë në buxhetin e ndërmarrjes publike shtetërore për hapjen e tenderit për projektin kryesor, deklaroi Kaltrina Zekolli. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë rrëzoi kërkesën e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për interpelancë me kryeministrin Edi Rama. Sipas Niko Peleshit, çështja e Belinda Bollukut është në gjykatën kushtetuese dhe përpjekjet politike për të nxjerrë një vendim mund të ndikojnë tek ligji. Kërkesa për interpelancë urgjente sipas parashikimit në nenin 80.1 të kushtetutës dhe nenin 97 rregullores nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht në shqyrtim gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sullimit të ligjit. Argumentet i kanë parashtruar në kërkesën e paraqitur më herët ndër të tjera Peleshi. Në këtë kuadër është domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese dhe të respektohen proceset ligjore dhe kushtetuese që kanë për qëllim garantimin e drejtësisë dhe funksionimin e duhur të institucioneve shtetërore. Kundër kërkesës së demokratëve votuan 74 deputet dhe 17 të tjerë përkrahen kërkesën për interpelancë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se prania e kryeministrit të seancë nuk ishte për ligjshmërinë e vendimit të gjykatës për pezullimin e ministrit, por për mbrojtjen që kryeministri i bën numrit 2 të qeverisë. Ajo për cilën kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin është eksaktësisht ndërhyrja institucionale e kryeministrit në një çështje në hetim, mbajtja në detyrë e një ministri apo zyrtari të marrë të pandehur për abuzim me disa tendera publik dhe ndërkohë nën hetim për disa tendera tjerë, si dhe ngritja e pretendimeve në kërkesën që ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese në emër të Kuvendit të Shqipërisë, pa e konsultuar Kuvendin e Shqipërisë. Sipas Bardhit, kryeministri Edi Rama duhet ishte marrë i pandehur së bashku me Ballukun, si bashkëautor i vjedhjeve për tunelin e Llogaras dhe të Unazës së Madhe. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në intervistë televizive komentoi vendimin e gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për pezullimin e zëvendës kryeministres. Sipas Tauland Ballës, nuk ka ligj që parashikon një tjetër vendim përveç se për shkarkim ose emërim për një ministër ose deputet. Balla pretendon se në këtë situatë kryeministri është në pamundësi të ushtrimit të gjithë kompetencave të tij, pasi nuk mund të delegojë kompetencat tek askush tjetër përveç se tek zëvendës kryeministri. Bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, paralajmëroi presidentin rus Vladimir Putin se ndonse NATO-ja është një aleancë mbrojtëse dhe u të mbetet e tillë, ajo është e gatshme dhe vendosur të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur 1 miliard qytetarë dhe për të garantuar sigurinë e territorit. Rutte paralajmëroi se aleanca po përballet me rreziqe reale dhe të qëndrueshme, teksa Rusia vazhdon agresionin kundër Ukrainës dhe provokimet ndaj vetë aleancës. Rutte theksoi se vendet anëtare po rrisin ndjeshëm angazhimet e tyre, por shtoi se duhet bërë edhe më shumë në muajt dhe vitet në vijim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.